Temperaturat e pazakonta të këtij mesi shkurti kanë shkaktuar dhe një fluks virozash, veçanërisht në pediatrinë e Spitalit të Qytetit të Pogradecit. Mjekët pediatër thonë për sot shtatë se rastet janë të shumta dhe viroza prek të gjitha kategoritë e moshave, në krahasim me të njëjtën virozë të një periudhe të një viti më parë. Sipas informacionit që morëm pranë pediatrisë së qytetit, mësohet se fluksi është mbi normalen dhe fëmijët kërkojnë ndihmë në rrugë ambulatore, por njëkohësisht ka edhe shtrime të konsiderueshme. Për sot shtatë, mjekët shprehen. Ka një shtim të numrit të fëmijëve të prekur me këto viroza, qoftë traktit të sipër respirator, me laringite, trakeobronkite, pastaj të poshtme të frymarrjes me pneumoni, po ashtu me diare, me tonsilite, dhe me qeluzim të grykve. Ka një shtim shumë të madh të numrit të fëmijëve. Edhe në pavion situata është e ngarkuar, megjithëse këto 2 ditë sot dhe dje është më e qetë, por varet, është 2 ditë ka një fluks të madh, pastaj bie një çik, por është situata e ngarkuar. Ne deri tani kemi bërë rreth 500 shtrime në pavion, është goxha domethënë. Për fillimin e vitit. Po, për fillimin e vitit, po, që 26 dhjetor të quhet vit fillimi. Pashtu ka 3-4 fish numër të shtratit ditor të fëmijëve që trajtohen në shtratit ditor me perfuzione që mbajnë disa orë, të paktën 4 orë lart. Ashtu pastaj është shumë lart numri i fëmijëve që përcillen me qetësues, me antipiretik e të tjerë.